Përballja e papritur mes Xhenetas dhe Gjestit në korridoret e Top Channel-it, ja çfarë pas ka ndodhur pas daljes së Gjestit nga Big Brother VIP dhe përfshirjes së Xhenetës në trotuar, një ndër emisionet e të diellës në Top Channel. Takimi midis tyre është bërë në ambientet e Top Channel e duket se kjo do ishte diçka e pashmangshme, aq më tepër që Gjesti tashmë ka nënshkruar edhe një kontratë menaxhimi 1 vjeçar me Top Channelin dhe duket se hyn e del në për emisionet e Topit, ashtu si dhe Luizi 2 vite më parë. Dhe duket se përballja e parë midis Xhenetës dhe Gjestit ka ndodhur që në javën e parë pas finales së Big Brother VIP, ku dyshja janë ndeshur për herë të parë, teksa të ftuarit nuk i kanë kursyer ngacmime ndaj Xhenetës, duke i përmendur përballjen e saj me Gjestin, madje ka shkëmbyer edhe buzëqeshje mes njëri tjetrit, teksa Xheneta sqaroi se nuk ka pasur ndonjë bisedë të gjatë me Gjestin, duke theksuar se ai ishte i shoqëruar. Megjithatë ajo pranoi se një buzëqeshje ishte shkëmbyer. E pyetur nga moderatorja se nëse do të fliste me Gjestin përsëri, nëse ai do ta përshëndeste, Xheneta u shpreh e prerë: "Jo, nuk do të flas." Ajo gjithashtu theksoi se ky vendim është personal e nuk ka lidhje me asnjë kontratë apo ndikim nga menaxheri, teksa tha: "Menaxheri im nuk ndërhyn asnjë vendim timin." Përfundoi Xheneta duke lënë të kuptohet se historia me Gjestin është një kapitull i mbyllur dhe tha: "Fansat presin gjithçka, presin drama të tjerë, ato edhe mund t'i bëja në një kohë kur situatat ishin ndryshe, megjithatë gjërat kanë evoluar, unë jam tepër i lumtur tashmë dhe kam kaluar në lidhjen time të re, jam mjaft e kënaqur." Ndërsa Gjesti me sa po shoh nuk është as pak i kënaqur. Ai fitoi 100.000 euroshin, por nuk ka fituar qetësinë e tij, është shprehur Xheneta me kunja për të.